Në protestë dolën, por jo duar thot. Dhjetra vushtrias në zogaj të vushtrisë para vetës patën pankarta të mëdha. Kjo për të kundërshtuar lëvizjen për rikthim dhe ndërtimin e një kishe në këtë fshat. Tek to nënvizuan thirrjet e kësaj lëvizje për urrëtie fetare. Të dielën aty u tha se këto veprime janë përqarse. Na këto që të nga mbledhë me shprehë, pak në arsin tonë, se për nga buhet pa drejtë, se na orë me kërcënua kërkon. S'kemi kundra aspekt katalika, as muslimune vlodën jem. Bashkë kem luftua, bashkë të na kem bo, lazijem, s'kan ku na qojnë, as kem kujqojnë. Po e na orë kundra që në farë bondave se po mënuan më na përqo. Me zvete që financohen ka okupatorit sërbërës. Ky organizim ishte nën monitorimin e policisë së Kosovës, që aty u pa në numër të shtuar bashkë me ta dhe ekipe nga KFOR-i. Nga organizatorët u tha se është e papranueshme të lejohen thirrjet për ta kthyer shqiptarin kundër shqiptarit. Sikurse thonë se po bën kjo lëvizje në Kosovë. Ai që nxit vllahun të ngrihet kundër vllahut, nuk po e mbron fenë, por po e shkatron atë. Ai që mbjell urrëtin ndërmjet shqiptarëve nuk po i shërben kombit, por po i shërben përçarjes. Po është e papranueshme janë edhe përpjekjet për ta përdorur fenë si instrument politik, përmes projekteve që krijojnë tensione të panevojshme ose perceptohen si kisha katolike. Kundërshtit për vënien e gurthemelit të kishës Shën Flori dhe Lauri nisën qysh nga dita e martë kur u njoftua si aktivitet.